Madhe që nuk duhet lihet pa vënë re ishte që qeveria, si thua policia, humbi autoritetin edhe shprehu oficerët e policisë nguruan të ushtrojnë dhunë ndaj qytetarëve, sepse si thua qeveria ka humbur legitimitetin. Gjergj, kush mund t'ia prish bukurinë kësaj proteste? Për momentin askush. Hapat e ardhshme që do të jenë në këtë protestë, që kjo protestë do të kthehet në protestë 24 orëshe, dhe nga protestë do të kthehet në një forum qytetar, do të ketë dalje në shesh, do të ketë fjalime, do të ketë intelektual, do të ketë profesor, do të ketë qytetar, do të ketë aktivistë, të cilët do të diskutojnë gjëra nga më të larmishmet. Nga letërsia, të artit, të politika, të drejtat e njerëzit, të gjitha do të diskutohen në shesh dhe do jetë një forum i bukur, një agora. Me qenë se jemi akuzuar si grek, në thënë, fjala e bukur greke, agora, është ajo që do të ndodhë